si duket kjo fushat, dhe do më thënë pozicioni jotë, ne për shumë kemi parë që Rama kërkon gjithmonë më tepër një, nuk e di, do ma kupton që pa një vegës, pa kupton do një ngjarje, do një fabul që të kapet për ta bërë më interesante, do thoshte dikush, më pikante fushatën. Dhe në këtë rast, për shumë ka ikur nga Berisha, i tha bufi, këneta, atje, u morë me Latifin që ishte Civita, tani, dëshmarë me, ka një 3 ditë e vuri fokusin ke Vrenozi. Dhe si shkoj i alypi për i kafe atje, kësa pranoj, se më dalin lafe, pas e shkoj, mas 30 vjetës Vrenozi pjo kafe me Berishën, u bë sebeb kërkesa për kafe e Ramës. Tani, jo është gallata apo është fushat, sa pëndodhë? Unë mendoj se Rama... Vedëm shifë në kamera, do shifë në drejtimin e Bekos. Unë mendoj se Rama do përfundoj të ujkut së rikut, me këtë ritëm, me gjithse nuk ka shumë kohë se janë disa ujq, një shiakut janë disa tjerë. Ky është niveli fatkesisht i artikulimit kryeministrit, për disa arsye. Spari mendoj që mbas 12 vitesh nuk mund të flasësh për integrimin në 2030-ën, por duhet të flasësh për bilancin që ke. 4 vjet e fundit sidomos. Po i lë 12. Rama këtë se bëndot. Qeverisja është tipike shqiptare, e zgjatur, e lodhur, e korruptuar, e konsumuar, pa ide, pa vizion, por hecet me iden të shtym ditën të dalë ku dalë. Dhe kjo është ajo që unë dalloj edhe në media, me se kam shumë pak kohë të ndjek fushatën e madhe, pasi si kandidat që shumë miqtë jemi përqendruar në qarqet tona. Së dyti, mendoj që edhe opozita kryesore, dejmë sot që është Partia Demokratike, nuk është në gjendje të replikoj politikisht kryeministrit, sepse është një opozit që më shumë ka hallën mbi supë se sa mund të ngjallë një besim të dikushme. Këtu është katandisur kokoshin e i thellë, kemi 2 partitë mëdha që bashkojnë të kocka e militantëve, pjesa po themi më besnike, por që kjo të çon në numra shumë mediokër dhe unë jam i bindur nga ajo që po shoh për ditë, takimet, perceptimi që ka me njerëzit, që nuk do kemi dot një majorancë të asnjërs parti. Partia Demokratike është jashtë loje për të arritur të qëllim, shumë larg 7 mandateve. Tani gjitha sondazhet japin Partia Socialiste fituese, Partia Demokratike. Partia e parë, jo parti fituese për mua. Me sa shikojmë situatën vlorë... Kush është ndryshimi Partia e parë, parti fituese? Partia e parë do të thotë që... Ka nevojë për koalicion. Po patjetër. Nuk ka 71. Nuk i ka 70 për mua.